Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, u ka dhënë ultimatum drejtuesve të qarqeve për rritjen e masave për siguri në shkolla dhe goditjen e rrjeteve të shpërndarjes së lëndëve narkotike pranë institucioneve arsimore. Në telegramin drejtuar komisariateve në vend dhe departamenteve të policisë, Hita ka kërkuar që siguria në shkolla të jetë prioritet, ndërsa ka urdhëruar që të ushtrohen kontrolle periodike dhe të befasishme, jo vetëm me shërbime të dukshme, por edhe me agjencë civil. Sipas raportimeve, në urdhër përfshihet mbajtja e kontaktit me oficerët e sigurisë në shkolla dhe drejtuesit e institucioneve për nxënësit problematik lidhur me konflikte apo informacione të mbajtjes së armëve të ftohta. Ndërkohë do të vijnë nën kontroll edhe subjektet pranë shkollave që tregtojnë produkte të ndaluara si alkool dhe duhan për grup moshën nën 18 vjeç. Vlen të theksohet se institucionet arsimore në vendin ton kanë patur raste të përsëritura të konflikteve fizike që mund të kenë përfunduar edhe deri në humbjen e jetëve të adoleshentëve, duke vënë kështu në pikë pyetje sigurinë në shkolla. Për raste të tilla është premtuar marrja e masave, megjithatë realiteti flet ndryshe, pasi vëmre situatat përsëriten sërish pas disa muajsh, ku adoleshentët kryejnë akte kriminale duke vrarë moshatarët e tyre. Ndërsa raportimet policore nuk kanë përjashtuar këtu edhe shitjen e drograve pranë shkollave, të ambalazhuara dhe të përshtatura në formë karamelesh apo çokolatash me destinacionin e vetëm nxënësit. Ndonse aksionet e policisë mund të kenë goditur shpesh rrjete të trafikimit të këtyre lëndëve, megjithatë ato gjejnë sërish rrugën për t'u infiltruar dhe vepruar brenda institucioneve të arsimit.